Çfarë do të thotë me të vërtetë kur një grua jeton vetëm jo përkundër shoqërisë, por në lidhje të thellë me vetveten në një botë që ende e mat vlerën e një gruaje sipas marrëdhënieve të saj? Pse gjithnjë e më shumë gra po zgjedhin vetminë, dhe çka nëse kjo rrugë nuk do të thotë refuzim i dashurisë, por rikthim i diçkaje shumë më të shenjtë? Sot, më shumë gra se kur më parë vendosin me vetdije të jetojnë të vetme jo si një fazë kalimtare, por si një akt të vetëdijshëm të njohjes së vetes. Shoqëria i quan ato të vetmuara, rebele apo madje të paplota. Por Carl Gustav Jung, themeluesi i psikologjisë analitike, në këtë sheh diçka më të thellë: vetmia e një gruaje si një kazan transformimi. Pas këtij vendimi qëndron një përballje me animusin mashkulloren e saj të brendshme, me hijen e saj dhe më në fund rruga drejt individuimit të bërit e plot, me ose pa partner. Nuk është thjesht çështje e të jetuarit vetëm. Bëhet fjalë për një të vërtetë që shumë gra e jetojnë në heshtje se vetmia mund të jetë pikërisht ajo që i çliron. Për shekuj me radhë, identiteti i një gruaje ka qenë i pandashëm nga rolet e saj si grua, nën ose përkujdestare. Vlera e saj mathej me aftësinë për të ushqyer, për të bindur dhe për të ruajtur strukturën familjare. Pavarësia jo vetëm që nuk inkurajohej, shpesh konsiderohej kërcënim. Një grua beqare ngjallte keqardhje ose dyshim. Vetmia e saj shihej si dështim, jo si zgjedhje. Por sot ka ndodhur një ndryshim themelor. Gjithnjë e më shumë gra zgjedhin rrugë të tjera jo nga hidhërimi, por sepse kanë kuptuar një të vërtetë trondit se përmbushja nuk duhet të vijë patjetër nga dikush tjetër. Ky ndryshim kulturor na detyron të pyesim çfarë ka ndryshuar. Pavarësia ekonomike, arsimi dhe shembja graduale e strukturave patriarkale u kanë hapur grave mundësi që përgjyshet e tyre ishin të paimagjinueshme. Por për te arsyeve praktike, qëndron një zhvillim i thellë psikologjik. Carl Jung do të thoshte se kjo lëvizje drejt pavarësisë nuk është vetëm sociale, por arketipore. Një grua që jeton vetëm nuk i refuzon burrat. Ajo përballet me animusin, energjinë mashkullore të pavetëdijshme brenda saj. Jung besonte se çdo grua bart një aspekt të brendshëm mashkullor, animusin që ndikon në intelektin, vendosmërinë dhe mënyrën se si ajo përdor pushtetin. Kur një grua është plotësisht e varur nga një burr për siguri apo aprovimin, animusi mbetet i fshehur, madje ndonjëherë shtypës. Por vetmia e detyron atë ta zgjojë. Ajo duhet të mishërojë cilësitë që dikur i kërkonte te partneri: vendosmëri, vetbesim, autoritet të brendshëm. Kjo është thelbësore. Nuk bëhet fjalë për të mos pasur nevojë për burr, por për të integruar mashkulloren brenda vetes. Kjo integrim rrallë është e lehtë. Shoqëria ende i përshpërit se është e paplot, se pavarësia është vetëm një fazë. Por modeli i të menduarit të Jungut tregon të kundërtën: një grua që ndërton një marrëdhënie të vetëdijshme me animusin e saj, në vend që ta projektojë atë te partneri, bëhet më autentike. Ajo nuk kërkon më një burr për të mbushur një boshllëk të brendshëm, por përballet me mashkulloren në veten dhe në të tjerët nga një qëndrim i të qenit e plotë. Pra, pyetja nuk është pse është e vetme ajo, por çfarë po bëhet ajo. Në qendër të psikologjisë së Jungut qëndron koncepti i individuimit, procesi i përjetshëm i të bërit ajo që jemi me të vërtetë, përtej kushteve shoqërore dhe modeleve të pavetëdijshme. Për një grua që jeton vetëm, vetmia bëhet enë alkimike e kësaj transformimi. Pa pasqyrimin e vazhdueshëm nga të tjerët, ajo detyrohet të përballet me pyetjen themelore: kush jam unë kur askush nuk po më sheh? Në këtë hapësirë zhduken shpërqendrimet dhe fillon udhëtimi i brendshëm. Por kjo rrugë nuk është pa rrezik. Jung paralajmëronte se vetmia është një shpatë me dy teje. Ajo mund të nxjisë njohjen e thellë të vetes ose të jetë një tërheqje nga tensionet e marrëdhënieve njerëzore. Dallimi qëndron në vetë vendimin. Një grua që izolohet nga frika apo trauma e pasgjidhur mund të ngecë në zhvillimin e saj dhe të forcojë muret mbrojtëse, në vend që t'i shpërbëjë. Por nëse vetmia zgjidhet me vetdije, ajo shndërrohet në një enë fuqizimi të vetvetes. Ajo mëson të dëgjojë veten, të konfirmojë vetveten dhe të ndërtojë një marrëdhënie me veten që asnjë lidhje e jashtme nuk mund ta zëvendësojë.
Dhe pikërisht këtu puna me hijen bëhet e pashmangshme. Hija, siç e përkufizonte Jung, është ajo pjesë e psikes që e mohojmë, e shtypim ose e fshehim shpesh sepse bie ndesh me imazhin që kemi për veten ose me pritjet shoqërore. Për një grua që jeton vetëm, kjo hije mund të shfaqet në mënyra të papritura. Frika nga vetmia mund të mos vijë si shoqëruese e heshtur, por si një humner paralizuese. Gjykimet shoqërore do të përfundosh si zonja me macet, je shumë kërkuese, je egoiste, mund të jehonin brenda saj, duke zbuluar turp të thellë të brendësuar. Edhe pavarësia e saj mund të bëhet hije, nëse ajo identifikohet tepër me të dhe e përdor si armaturë kundër prekshmërisë dhe afërsisë. Por pikërisht në përballjen me këto hije qëndron potenciali i saj më i madh për rritje. Kur ajo e njeh frikën nga vetmia, pa ju nënshtruar asaj, ajo rikthen fuqinë e saj. Kur ndalon së brendësuari gjykimet shoqërore, ajo fillon të përcaktojë vlerën e vet. Dhe kur pavarësinë e bashkon me hapjen, shmang grackën e shmangjes shpirtërore, pra shmangjen e nevojave njerëzore, në vend që t'i integrojë ato brenda vetes. Ky është paradoksi në zemër të mësimit të Jungut të qenit i tërë nuk vjen nga refuzimi i një pjese të vetes, por nga ndriçimi i këndeve më të errëta të psikes sonë. Në këtë kuptim, të jetuarit vetëm bëhet më shumë se një stil jete, bëhet një udhëtim nismëtar. Gruaja që ndjek këtë rrugë nuk bëhet e përkryer apo e vetëm mjaftueshme sipas idealeve shoqërore. Ajo bëhet diçka shumë më autentike e vërtetë. Ajo nuk ikën më nga hijet e saj, por as nuk lejon që ato ta sundojnë. Ajo mëson të mbajë tensionin midis të qenit vetëm dhe të lidhur, midis pavarësisë dhe ndjeshmërisë derisa të njohë të vërtetën më të thellë se ajo është tashmë e plotë. Një nga mitet më këmbëngulëse rreth grave që jetojnë vetëm është supozimi se ato duhet të jenë të vetmuara sikur vetmia të ishte e njëjtë me zbrazëtinë. Por vetmia dhe të qenit vetëm nuk janë e njëjta gjë. Vetmia buron nga ndjenja e ndarjes, ndërsa të qenit vetëm mund të jetë një hapësirë e vetëdijshme e lidhjes me veten. Jung do të thoshte se një grua që përqafon vetmin, nuk i mungon lidhja, ajo e riformulon atë. Ajo mund të ndihet her pas here e vetmuar, por gjithashtu zbulon një aftësi të thellë për të ndjerë veten në shtëpi brenda vetes, një aftësi që shumë njerëz që mbahen fort pas marrëdhënieve nga frika nuk e zhvillojnë kurrë. Një tjetër keqkuptim i përhapur është se një grua që jeton vetëm e mohon feminitetin e saj si të varri thelbi i femrës vetëm nga lidhjet që krijon. Por puna e Jungut e zbulon këtë ide si tërësisht të gabuar. Feminiteti i vërtet, në kuptimin jungian, nuk ka të bëjë me role të jashtme apo me marrëdhënie. Ai është një forcë e brendshme, një mënyrë e qenies që bashkon pranueshmërinë, intuitën, krijimtarinë dhe forcën. Një grua që jeton vetëm nuk e mohon feminitetin e saj, ajo shpesh e thellon atë, e lirë nga projektimet dhe pritjet që dikur e mbanin të robëruar. Dhe megjithatë, betejat e brendshme dhe të jashtme mbeten reale. Presioni shoqëror është shpesh i pamëshirshëm dhe shfaqet në gjykime të fshehta apo në forma të hapura të mëshirës. Të afërmit mirëdashës pyesin kur do të vendosesh më në fund, si të fillonte jeta e një gruaje vetëm me një partneritet. Imazhi kulturor i gruas së papërkëdhelur është ende i pranishëm dhe i paraqet gratë që jetojnë vetëm si figura tragjike në vend të qenieve autonome që marrin vendime të vetëdijshme. Më keq akoma disa gra e përvetsojnë këtë mesazh, fillojnë të dyshojnë në vetvete dhe papritmas nuk e shohin më pavarësinë si forcë, por si një mangësi. Këtu bëhet vendimtare dallimi midis vetmisë së shëndetshme dhe izolimit. Vetmia e shëndetshme është një zgjedhje, një gjendje dinamike në të cilën një grua i përgjigjet vetes dhe botës në mënyrën e saj unike. Izolimi, përkundrazi, është shpesh një tërheqje nga jeta, një reagim mbrojtës ndaj dhimbjes së pazgjidhur. Jung theksonte se qëllimi i zhvillimit psikologjik nuk është shmangia e lidhjes njerëzore, por aftësia për t'i hyrë asaj nga një gjendje e plotësisë së brendshme. Një grua që izolohet mund të jetë duke shmangur hijen e saj. Një grua që me vetëdije zgjedh të jetë vetëm mund t'i përballet drejt për drejt atyre hijeve.
Sfida e vërtet, pra, nuk qëndron vetëm në tejkalimin e miteve shoqërore, por në njohjen e qartë nëse vetmia po shërben për çlirim apo për shmangje. Një grua që jeton vetëm duhet ta rishqyrtojë vazhdimisht këtë tension dhe të pyes veten a jam këtu sepse po iki diçkaje apo sepse po shkoj drejt vetvetes. Përgjigjja ndaj kësaj pyetjeje përcakton nëse vetmia e saj do të bëhet burg apo një portë drejt njohjes së thellë të vetes, autenticitetit të pathyeshëm dhe në fund një jete sipas masës së saj. Hulumtimi i Jungut mbi arketipat femëror zbulon një të vërtetë të thellë. Rruga e vetmisë ka qenë gjithmonë një shteg iniciues drejt urtësisë. Arketipi i nënës së madhe përfaqëson tradicionalisht kujdesin dhe pjellorinë, por aspekti i saj hije përmban një mësim edhe më të thellë, aftësinë për të ushqyer vetveten. Kur një grua jeton vetëm, ajo nuk e braktis këtë arketip, ajo e shndërron atë. Ajo bëhet njëkohësisht nën dhe fëmijë në tregimin e saj personal. Po ashtu, arketipi i plakës së urtë nuk lind nga marrëdhëniet, por nga procesi alkimik i kthimit të vetmisë në vetdije. Kjo është paradoksi i shenjtë në largimin nga rolet tradicionale femërore. Gruaja shpesh zbulon thelbin më të vërtetë të vetes. Mitologjia dhe psikologjia na tregojnë në një zëri se vetë mjaftueshmëria ka qenë gjithmonë një rrugë shpirtërore. Në kulturat e lashta, vetmia femërore nderohej nga perëndesha e Virgjër Artemisa, që lëvizte e lirë në përpyje, deri te priftëresha e orakullit të Delfit, urtësia e së cilës lindte nga tërheqja e vetë zgjedhur. Këta arketipa na kujtojnë se ajo që shoqëria shpesh e nënçmon si vetmi, historikisht është njohur si një hapësirë e shenjtë, si një boshllëk pjellor ku ndodh transformimi. Jung e shihte këtë proces si thelbësor për individuimin ato udhëtim të brendshëm nëpër të cilin vetvetja e vërtet del në pah përmes çlirimit nga etiketat e jashtme. Gruaja moderne që ndjek këtë rrugë, hyn kështu në një traditë të lashtë të fuqizimit femëror. Historia ofron shembuj të mrekullueshëm të grave që kanë nxjerrë forcë nga vetmia. Mendojmë për Artemidën, perëndeshën greke që refuzoi martesën për të qëndruar e lirë në natyrë. Pavarësia e saj nuk ishte heqje dorë, por përkushtim ndaj natyrës së saj të vërtetë. Ose për Virginia Woolfin, eseja e së cilës një dhomë për vete përshkruan pikërisht atë që Jung do ta quante një nevojë psikologjike për një hapësirë të veçantë për krijimtarinë femërore. Këto gra nuk jetuan thjesht vetëm, ato e shfrytëzuan vetminë si kazan për gjeni dhe vetë realizim. Edhe figurat mitike si Baba Yaga, plaka e frikshme, por e urtë e folklorit slav, tregojnë sa shumë shoqëria i ka nevojë dhe njëkohësisht i friksohet grave që qëndrojnë jashtë strukturës së zakonshme. Zëra bashkëkohor e vazhdojnë këtë trashëgimi. Gratë moderne tregojnë për zbulime të thella gjatë udhëtimeve të tyre. Solo artistja që e gjen zërin e saj pas vitesh heshtjeje, sipërmarrësja që mëson t'i besojë intuitës së saj pa kërkuar mbështetje të jashtme, shërueseja që e njeh dhuntinë e vet vetëm në përqafimin e brendshëm. Tregimet e tyre pasqyrojnë bindjen e Jungut, disa të vërteta mund të zbulohen vetëm në vetmi. Një grua e përshkruan vitet e saj vetëm si kohën kur ndalova së luajturi feminitetin dhe fillova ta përjetoja atë. Një tjetër thotë, në heshtje takova pjesë të vetes që i kisha humbur prej kohësh. Këto dëshmi zbulojnë një të vërtet universale. Gruaja që ka guximin të jetë vetëm, shpesh zbulon se kur nuk ka qenë vërtet vetëm, por në lidhje të thellë me vetveten. Ky kapitull i rrugëtimit kulmon në një rishikim radikal, po sikur të jetuarit vetëm të mos jetë mungesë, por shprehje e një lidhjeje të thellë me hyjnoren femërore të brendshme. Gruaja që ndjek këtë rrugë ecën në gjurmët e priftëreshave, mistikeve dhe krijueseve ndër shekuj. Vetmia e saj nuk bëhet një boshllëk i zbrazët, por një vend i shenjtë ku zërat e heshtur të urtësisë së saj më të thellë më në fund bëhen të dëgjueshëm. Në kuptimin jungian, ajo arrin diçka që shumë e kërkojnë, por pak e gjejnë, jo vetëm pavarësi, por individuim të vërtet, kthimin në gjithçka që ajo është. Siç e shohim përmes lentes së Jungut, vendimi i një gruaje për të jetuar vetëm është shumë më tepër se një stil jetese, është një udhëtim thellësisht psikologjik dhe shpirtëror.
Vetmia bëhet pasqyrë që i tregon asaj gjithçka që nuk është jetuar animusin që duhet integruar, hijen me të cilën duhet përballur, dhe mitet shoqërore që duhet çmontuar për të rikthyer plotësinë. Kjo rrugë nuk do të thotë të refuzosh marrëdhëniet, por të ndërtosh një lidhje më të thellë me vetveten. Në këtë mënyrë, ajo hyn në një arketip të lashtë të urtësisë femërore në rrugën e atyre grave dhe figurave mitike që nga vetmia krijuan sovranitetin e tyre. E vërteta është e thjeshtë dhe njëkohësisht radikale të jetosh vetëm nuk do të thotë të refuzosh burrat, por të pranosh veten në tërësinë e saj. Është një deklaratë se plotësia e një gruaje nuk varet nga dikush tjetër, por nga gatishmëria e saj për të përqafuar të gjitha pjesët brenda vetes mashkulloren dhe femëroren, dritën dhe hijen, forcën dhe ndjeshmërinë. Dhe në këtë përballje, ajo zbulon diçka të jashtëzakonshme se dashuria, pranimi dhe përkatësia që dikur i kërkonte jashtë vetes, kanë qenë gjithmonë brenda shtrirjes së saj. Tani jemi të etur të dëgjojmë mendimet e tua. Çfarë mendon ti? A është vetmia një rrugë drejt tërësisë apo ende shihet nga shoqëria si një temë tabu? A ke përjetuar vetë fuqinë transformuese të heshtjes apo e sheh ndryshe? Mos harro, pavarësisht nëse jeton vetëm apo jo, ftesa mbetet e vlefshme, ndalo së frikuari nga vetmia dhe fillo ta dëgjosh atë. Sepse në heshtje mund të takosh personin më të rëndësishëm në jetën tënde, vetveten tënde të vërtetë. Mos harro të na lësh një pëlqim, të abonohesh në kanalin ton dhe të aktivizosh ziljen nëse dëshiron më shumë përmbajtje që lidh psikologjinë, mitologjinë dhe udhëtimin e brendshëm. Deri herën tjetër, qëndro kurioze, qëndro kërkuese dhe mbi të gjitha qëndro në rrugën e të bërit vetvetja.